Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Ditë zije, ndahet nga jeta në moshë të re artisti i njohur shqiptar. Artisti i njohur shqiptar Recep Qosja është ndar nga jeta në moshën 89 vjeçare. Lajmi është konfirmuar nga familjarët e tij përmes një njoftimi zyrtar të publikuar në rrjetet sociale, ku bëhet e ditur se ceremonia e varrimit është zhvilluar në rrethin më të ngushtë familjar. Sipas njoftimit, akademiku ka lënë amanet që të mos organizohet ceremoni pritje publike dhe që familja të mos marrë pjesë në aktivitete institucionale. Familjarët kanë kërkuar respektimin e privatësisë, duke theksuar se dëshirojnë të mbajnë zi në qetësi. Recep Qosja ishte një nga figurat më të rëndësishme të letërsisë dhe mendimit kritik shqiptar. I lindur më datë 25 qershor 1936 në Vuthay, ai ka lënë gjurmë të thella në fushën e studimeve albanologjike, kritikues letrar dhe publicistik. Gjatë karrierës së tij të gjatë, ai ka mbajtur detyra të rëndësishme akademike, përfshirë drejtimin e Institutit Albanologjik të Prishtinës dhe angazhimin si profesor në Fakultetin Filologjik të Prishtinës. Ai është autori 10 veprave që trajtojnë letërsinë shqiptare, historinë kulturore dhe çështjet kombëtare. Ndër veprat e tij më të njohura përmenden Vdekja më vjen para syve, Anatomia e lëkurës, Bita Skujt, të cilat kanë pasur njohon të gjerë dhe jashtë hapësirës shqiptare. Lajmi për ndarjen e tij nga jeta ka sjellë reagime të shumta në botën akademike dhe politike shqiptare, ku vlerësohet si një humbje e madhe për kulturën dhe mendimin intelektual shqiptar.